Majlinda Thompson, aktiviste Lëvizjes për Jetën. Të nderuar qytetarë të Shqipërisë, bija e bija të kombit të lashtë, të plagosur, të martirizuar për të pathyeshëm, i cili ka lindur herojnë edhe në errësirat më të thella. Sot këtu nuk jemi për një tubim të zakonshëm. Sot jemi këtu për një ndryshim të historisë. Kombet nuk maten me ekonomi, nuk maten me vota, nuk maten me sondazhe. Kombet maten me kurajën për të mbrojtur fëmijët e tyre. Ligji që e quajnë barazi gjinore tingëllon bukur, por ka qenë një strategji dhe është strategji e errësirës. Djalli vjen si angjëll drite. Ky relativizon njeriun, shkatron konceptin e familjes natyrore, fut ideologji në shkolla, zëvendëson prindin me shtetin, ndryshon kuptimin themelor të gjinive, krijon terma, identitete dhe kategori që nuk kanë lidhje me natyrën njerëzore. Një shtet që vendos të ripërcaktoj njeriun nuk është shtet demokratik, është uzurpues. Ne nuk jemi kavje, as fëmijët tanë, askush nuk ka të drejtë të prek jetën e tyre. Familja nuk është shpike njerëzore, por hyjnore. Kush bjen në luftë me familjen, nuk është duke rënë në luftë me njerëzit, por me krijuesin. Prandaj kujdes për të gjithë ata që do të ngrenë dorën kundër saj. Kur një shoqëri nis të flijojë fëmijët e saj, ajo ka hyrë në rrugën e vetë shkatërimit. Sot Shqipëria nuk është vetëm në krizë ekonomike. Shqipëria është në krizë identiteti. Kriza më e madhe nuk është largimi të rinjve, për fakti që shumë fëmijë nuk lejon të lindin kurrë. Një kombë që shuhet në bark nuk ka emancipim, ka zhdukje. Shënën Tereza thot, shkatruesi më i madh i paqes është aborti. Ajo e pa me sytë e saj se ku fillon dhuna, jo në luftë, jo në armë, por në çastin kur njeriu i mohohet më i dobti. Një kombë që vret fëmijët e vet nuk ka të ardhme. Një kombë pa fëmijë është një kombë pa të nesërme. Një kombë pa vlera është një kombë pa shpirt. Një kombë që dorëzon moralin, dorëzon të gjitha betejat. Ne nuk luftojmë kundër njerëzve, ne luftojmë kundër kësaj gënjeshtre. Dhe vërteta do të fitojë. Dhe sot kjo është betejë jonë. Ne nuk jemi kundër askujt. Ne jemi për njeriun. Ne jemi për familjen. Ne jemi për fëmijët, për të ardhmen. Askush nuk do të durojë të dorëzojmë të vërtetën. Dhe askush nuk do të durojë të heshtim. Askush nuk do të durojë të pranojmë ideologji që shkatërron një kombë. Nuk jemi këtu rastësisht. Jemi këtu sepse Zoti po thërret Shqipërinë që të zgjohet. Toka jon ka parë errësirën më të thellë, komunizmin, dhe mbijetoi. Ajo nuk do të zhduket sot nga një ideologji e huaj, importuar, e paguar nga jashtë. Shqipëria ka kaluar ferrin, nuk ka frikë nga hijet. Nëse Shqipëria zgjedh jetën, fëmijët, familjen, Zoti do ta ngrej lart. Nëse Shqipëria zgjedh vdekjen, historia do ta gjykojë. Prandaj sot këtu, jo para kamerave, por para Zotit dhe para ndërgjigjes themi, ne nuk do t'i dorëzojmë fëmijët, nuk do t'i dorëzojmë nënat dhe baballarët, nuk do t'a dorëzojmë familjen, nuk do t'a dorëzojmë shkollat, nuk do t'a dorëzojmë zemrën e kombit. Ne jemi brezi që thot, Shqipëria zgjedh jetën.
Një ditë kur brezat e të ardhshme do të kërkojnë në arkivat e historisë sonë, këtë ditë, ata do të lexojnë. Atë ditë shqiptarët nuk u shiten, nuk u trembën, nuk u nënshtruan, nuk heshtën. Ata u ngritën si një kom profetik. Ata zgjodhen fëmijët, ata zgjodhen të vërtetën. Ata zgjodhen jetën, ata zgjodhen familjen. Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti e bekoft shqiptarët, Zoti e bekoft familjen. Zoti e bekoft çdo fëmijë që vjen këtë botë. Faleminderit. Pro familjes, pro familjes, pro familjes, pro familjes, pro familjes.